Një tjetër operacion policor i koduar Kazino është finalizuar me sukses nga Drejtoria Vendore e Policisë Korçë, duke evidentuar dhe goditur një rrjet të lojrave të fatit që funksiononte në mënyrë të kontraligjshme. Gjatë këtij operacioni, i cili u zhvillua në disa lokale të ndryshme, u vënë në pranga 10 persona. Pas disa ditësh hetimi intensiv, policia ndërhyrë në 3 lokale ku dyshohej se po zhvilloheshin lojra fatit të paligjshme përmes kompjuterave, tabletave dhe aparateve celular. Aksioni rezultoi me arrestimin e 3 pronarëve të këtyre ambienteve dhe kapjen në flagrancë të 7 personave të tjerë që po luanin lojra fati. Të personat e arrestuar përfshihen Klajdi Leka, 21 vjet, Gjergji Panolli, 36 vjet dhe Alfred Male, 57 vjet, akuzuar për organizimin e lojrave të palejuara, të vënien në dispozicion të lokaleve për lojrat e palejuara. Leonard Muçollari, Ton Ryka, Elton Sovjani, Ermir Kanollari, Mateas Kanollari, Rudenc Muçollari dhe Agron Tushini, si dhe një tjetër shtetas, të cilët u ndaluan për organizim në pjesëmarrje në aktivitetet e paligjshme të bazave sportive. Gjatë aksionit, policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale, nën monitor kompjuterash, 13 aparat celular, tableta dhe një sasi të konsiderueshme parash, të cilat dyshohet se janë përdorur në aktivitete të paligjshme. Operacioni u realizua fal bashkëpunimit të ngushtë midis specialistëve të sektorit të krimit ekonomik dhe financiar të forcës së posaçme Shqiponia. Hetimet vijojnë për të zbuluar nëse ky rrjet i lojrave të fatit ka lidhje me persona të tjerë që mund të jenë përfshirë në aktivitete të ngjashme në qytete të tjera. Materialet procedurale janë dorëzuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë, e cila do të vijojë me veprime të mëtejshme për ndjekjen ligjore të arrestuarve. Operacioni Kazino është një tjetër përpjekje e organeve ligjzbatuese për të ndaluar aktivitetet e kontraligjshme të bazave sportive dhe lojrave të fatit, të cilat kanë qenë një shqetësim i vazhdueshëm në disa zona të vendit.